Shtyllat elektrike në fshatin Malihebe në njësinë administrative të Bërdicës janë kthyer në një kërcenim për jetën e banorëve pasi rrezikojnë të bien në rrugë. Banorët e zonës tonë se disa herë kanë ndërhyrë vetë për sistemimin e tyre, pasi institucionet përkatëse i kanë lënë në mëshirë të fatit. Atelat sa herë që franë herë i fikun dritat për para, se e kuptojnë se të me frajerë. Ja 6 orë, 7 orë. Shie drunat të në për... Që e kamerën ati në, që vitun si janë drunat mu lërgu. Që vi drunat ati në tel, në për tela. I kena una, telat i mojmë na, gjitha i mojmë na. Unë kam një 12 që jam mindaj e ishtu i kam gjithë, ishtu i kam pajlon prep. Telat e rurë janë, po me kanë marë kablori, ishte kanë gja mirë. Nuk e di. S'mohat me në 167. Po këputen, po që me bon, si thënë, është gjanat vjetra, ta riparojnë, po sa të qenërojnë pak, i herë, në tarë. Që sa në nevojshme e fort bele, po, inshallah, i mushet menja. Kur këputet tele, a rrugë kalimtare kja, kalojnë fëmije, kalojnë të rije, kushta. Gjendja e rrjetit elektrik është e tillë prej dekadash tonë banorët, sipas tyre sa herë që fryn era fort, zona mbetet për ditë të tëra në errësirë dhe askush nuk interesohet për problemin. Banorët kërkojnë nga USHE-ja që të nisë sa më parë punën për zëvendësimin e shtyllave aktuale të dëmtuara me të reja, pasi rreziku mbetet gjithmonë i pranishëm.